A I dini emrat e 10 shkrimtarëve shqiptar të Kosovës? Një pyetje bërë studentëve të vitit të 3 të degës së gazetarisë në Universitetin e Prishtinës. Në dukje e thjesht, u shndërua në siklet për rreth 70 student sa ishin në ligjërat. Profesori universitar Milazim Krasniqi e pranoi se në fillim ju duk e pabesueshme, por shpejt e kuptoi se studentët thjesht nuk I dinin. Jo 10, por fatkeqësisht nuk e dinin as edhe një emër të shkrimtarëve shqiptar të Kosovës. Është një problem I madh mos interesimi I familjeve për ecurinë, formësimin e nxënësve, sepse kanë prioritete nga më të ndryshme, por jo pikërisht formësimin shkollor dhe akademik të fëmijëve të tyre. Po ashtu në anën tjetër është edhe një ndikim I kësaj ose këtij trendit të hedonizmit, të kënaqësive të rinisë që kanë qenë plan të parë më shumë argëthimin se sa studimin. Kur mbledhen gjithë këta dhe faktorë të tjerë, atë rezulton që ne kemi një ose disa gjenerata nxënësish dhe pastaj edhe studentësh, të cilët kanë dije minimale, as modeste, lidhur me letërsinë dhe kulturën kombëtare, lidhur me shoqërinë që jetojnë, lidhur me trendet globale, kështu me radhë. Për profesorin tjetër universitar, doktorin e gjuhës shqipe Bardh Rrugovën, e tëra është e lidhur me politikat e arsimit dhe improvizimet që bëhen në këtë rrafsh. Një pjesë shumë e madhe këtyre politikave janë politika të emergjencës, të njerëzve të cilët ka një ide dhe e fut pa u bërë një studim, pa u parë mirë se cilat janë problemet dhe çfarë duhet të zgjidhet. Kjo bën që të ketë gjithë çfarë idesh, gjithë çfarë them edhe budallallëqesh, të cilat I dëgjojmë që vijnë prej disa njerëzve të cilët thirren si ekspertë arsimit, prej zyrtarëve të institucioneve të ndryshme të arsimit e kështu me radhë. Por ç'duhet bërë? Ç'hapa duhet ndërmarrë para së gjithash, në mënyrën më urgjente që punët të nisin të marrin të mbarën drejt ngritjes së cilësisë në arsim. Sinqerisht mendoj që në shoqërinë ka shumë prioritete, po prioriteti absolut është reforma rrënjësore e sistemit të arsimit në gjitha nivelet. Nuk është fjala vetëm për ndërrimin e librave shkollor, është fjala për ndërrimin e qëndrimit të shoqërisë të ndaj diturisë, ndaj shkollës. Është fjala për ndërrimin e mënyrës së mësimdhënies, mënyrës së mësimnxënies, për të krijuar një shkollë e cila është konkurruese, kompetitive me shkollat në hapësirën evropiane në cilën na jetojmë dhe në cilën dëshirojmë të integrohemi. Pra në këtë aspekt, kjo nuk është çështje veç e një ministrie ose një qeverie, por sinqerisht është çështje e tërë kësaj shoqërie, e cila 15 vjet pas çlirimit realisht do duhet të kthehej në pikën fillestare dhe të reflektoj lidhur me rolin që ka arsimi për ndryshimin ose përmirësimin e gjendjes në shoqërinë tonë. Ato që unë mund t'i vrej nga përvojat me fëmijët e mi është numri shumë I madh I nxënësve në klasë. Është një pi problemeve të cilat askush nuk është duke I trajtuar. Janë propozojnë 1 milion metoda pune, por asnjëra metode punës nuk është e vlefshme nëse mësuesi I klasës parë ka të bëjë me 50 nxënës ose me 43 nxënës. Një pjesë tjetër ka të bëjë me mënyrën se si janë hartuar ata libra shkollor, mënyra se si funksionojnë ata libra shkollor. Një problem I tretë të cilin unë do ta trajtoja ka të bëjë me kush janë ata njerëz të cilët mbajnë mësim dhe me cilat kritere janë punësuar. U përpoqëm të bisedojmë edhe me studentë të vitit të 3 të gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, por ata vetëm pas kamerave e konfirmuan se në ligjërat ndodhi që nuk e kanë ditur asnjëri ndonjë emër të shkrimtarëve shqiptar të Kosovës.